الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق يقول جل وعلا في محكم التنزيل مادحا نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وقد شمل رسالته صلى الله عليه وسلم بقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Allahun e falenderojmë I cili na udhëzoi dhe na I çeli syt për të qenë në Islam musliman. Atij takojnë lavdët dhe falënderimet që na udhëzoi, është mirësia e Tij dhe bekimi I Tij dhe mëshira e Tij që ne jemi musliman. Dhe ne këtë më së miri do ta kuptojmë kur të jemi në xhenet. Për këtë arsye gjëja e parë që do të thonë xhenetlit, Allahu na bëf për xhenetlive, mbasi të futen në xhenet, do të jetë falënderimet I takojnë Allahut që na udhëzoi, se mos ishte mëshira dhe dashuria e Tij për ne nuk do të ishim të udhëzuar. Ne asnjëherë o vëllezër dhe motra nuk duhet harrojmë se ka dhe më të zgjuar dhe më të pasur dhe më të mençëm dhe më pushtet dhe më famë se sa ne që jemi këtu në xhami sot apo në çdo vend ku I bjet sot në sejdë Allahut. Mirë po Allahu xhelle xhelaluhu ka desht mirësia e Tij dhe mëshira e Tij dhe bekimi I Tij që ne të jemi pikërisht të kjo pjesë, të pjesa e të udhëzuarve. Shpreh Allahut kjo punë, vëllezër dhe motra. Pavarësisht sebepeve, shkaqeve, kush mund të ketë fole, kush mund të ketë sjell, nga fillimi deri në fund është Allahu ai I cili na ka mundësuar që të jemi prej kësaj bashkësie dhe prej këtij ummeti, pra pasues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E kjo është ajo që ne kurrë nuk I lahemi dot Zotit dhe kurrë nuk ja shlym dot Madhit Zot faktin që ne e dim se përse jetojmë, e dim se çfarë do të ndodhi me ne mas vdekjes, e dim arsyen e ekzistencës dhe e dim që kjo botë ka një Zot e njeriu nuk mund të ketë punë të marrë dhe mirë vetëm se po të ketë punë të marrë dhe mirë me Allahun xhelle xhelaluhu. E falenderojmë të madhin Zot I cili në një nga ajetet kuranore kur e lavdron profetin sallallahu alaihi wasallam e lavdron për edukatën dhe për sjelljen e tij. Nuk e lavdroi as për namazin, as për agjërimin, as për istighfarin, as për gjë, pavarësisht ai ishte shembulli më I lartë I mënyrës se si e manifestonte faljen dhe lotin për Allahun. I mënyrës se si agjëronte sa që thoshin sahabët, agjëronte sa që mendojshin se kur s'ka për ta çel. I mënyrës se si e lexonte Kur'an dhe si e përjetonte leximin e Kur'anit. I mënyrës se si ishte dorë lëshuar, saqë siç përmendet në hadith I kishin sjell një ditë 3 blloqe Florini u çu nga namazi, me të marrë namazin një ditë si tremb. Pastaj erdhi dhe u mbështet në shtyllë xhamis. Thanë ato pejgamber kishin një fatkeqësi, kishin një problem nire, diçka ke shtëpia, se dera e pejgamberit sa ishte si në xhami këtu. Tha jo, tha po para namazit më solli dikush 3 blloqe Florini, sa përshtas shqip, e masi I ndava mu liru shpirti dhe zemra. Ka qenë shembulli më I lartë në çdo gjë. Megjithatë, Allahu xhelle xhelaluhu nuk e lavdroi pejgamberin alayhis salam vetëm se për sjelljen dhe për edukatën e tij. S'ka dyshim se ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam gëzon një moral dhe një edukat përsosur sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye në një nga fjalët e tij, pejgamberi alayhis salam e përmbledh misionin e tij duke thënë: unë nuk kam ardhur në këtë botë për gjë tjetër vetëm se të përsos edukatën dhe moralin e njerëzve. Edukatën me Zotin, edukatën me Islamin, me profetin alayhi salatu selam, edukatën me njerëzit e dijes, edukatën me obligimet rreth vllaznisë dhe bashkësisë, edukatën me njerëzit e tjerë edhe pse nuk janë musliman, edukatën me kafshët dhe me ambientin dhe me mjedisin. Sepse nuk është edukata vetëm që të sillesh mirë për të pas klientel. Nuk është edukata
që ti të vjelësh mbas sjelljes para apo pushtet. Edukata dhe sjellja është natyrshmëri prej së cilës zburon mirësia, edukata, sjellja e mirë, pa pas nevojë njeriu që të shtiret, pa pas nevojë që njeriu ta aktrojë. Kjo mund të jetë e gatuar tek njeriu, ka njerëz të tillë janë, dhe kjo mund të jetë me ushtrim dhe me edukim, siç përmendet në hadithin e njohur, ku pejgamberi alayhis salam vuri re tek një person dy, le të themi cilësi, dy atribute, i tha pejgamberi alayhis salam mes gjithë grupit, ata po vishin me taku pejgamberin alayhis salam. E ke parasysh gjithë grupi siç erdhën nga Jemeni, i lanë kuajt dhe devet atje me një anë, vrapë dhe kishin drejt o vëllezër, vallahi kishin drejt për Zotin. Po i pristen xhami pejgamberi alayhis salam, përveç njonit, i lidhi kuajt dhe devet, u la, ndroi rrobat, u parfumos dhe erdhi i funit, këto ishin ul gjithë, kishte filluar biseda. I tha pejgamberi alayhis salam, inna fika la khaslatani yuhibbuhum Allahu wa rasuluhu. Ti tha ke dy virtyte që i do Allahu dhe i dërguari i tij. Je i butë dhe je i qetë. Je i butë në natyrë, po edhe je i qetë, nuk ngutesh. Ai tha, o pejgamberi i Zotit, këto dy gjëra që mi përmende, a i kam pas kështu në natyrën time, apo i kam fituar gjatë jetës? Sepse njeriu kupton që kjo gjë duhet bërë dhe ushtron veten e tij derisa ta arrijë. Tha pejgamberi alayhis salam, jo, tha, Zoti ti ka kriju, i ke natyrshme, nuk ke nevojë të sforcohesh, nuk ke nevojë, burojnë. Edhe ai tha, falënderimet takojnë Allahut që më ka krijuar me dy gjëra që i don ai vetë dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Unë nuk kam ardhur në këtë botë përveç se të përsos edukatën dhe moralin, duke filluar me krijuesin, e duke mbaruar me krijesat dhe me gjën më të thjeshtë që mund të ekzistojë, që është guri në rrugë. E pse kjo hutbë sot? Unë isha në një vend shumë larg, anej nga fillimi i grobit, po ta marrim hartën kështu siç është dhe siç na paraqitet. Isha në një vend që quhet Indonezi. Ndoshta vendi më i madh me numrin e muslimanëve në botë. Vendi që s'ka parë këmbë ushtrie, po ka parë shpatën e edukatës dhe sjelljes dhe të moralit. Gjithë ajo zona ndej, me Malezi, me Indonezi, me Singapur, me Tajland, me Filipinë, çfarë ka musliman në atë zonë komplet, nuk ka hyrë Islami në formë tjetër, vetëm se nëpërmjet shpatës së edukatës dhe të sjelljes. Aty ne kuptojmë madhështinë e faktit se përse Allahu e lavdroi profetin e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për edukatën dhe për sjelljen e tij. Aty ne kuptojmë fjalën e Zotit, la ikraha fi din. Feja nuk është me dhunë dhe me imponim. Aty ne kuptojmë fjalën e Zotit, fa bima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik. Me mëshirën që Zoti ty të dhuroi dhe të krijoi o Muhammed, nëse ti do ishe i vrashë dhe i zymt, njerëzit do të largoheshin prej teje. Që s'kishte asnjë arsye pse të largoheshin njerëzit prej tij, ama zymtia dhe vrazhdësia do të ishte mjaftueshme si arsye që njerëzit të largoheshin prej këtij njeriu që nuk ishte njeri i thjesht, po ishte profet dhe pejgamber dhe vula e profecisë në tokë. Aty njeriu, pra kur viziton vende si këto, kupton fjalën e të madhit Zot, Allahu xhalla xhelaluhu, i cili vazhdimisht e orientonte profetin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, fa'fu wasfa. Fali dhe toleroj. Me njerëz që po e mohojshin dhe me njerëzit që po e luftojshin dita ditësh, megjithatë Zoti e orienton se lufta më e mirë ndaj të keqes është lufta me edukatën dhe me sjelljen dhe me moralin e mirë. Këtu njeriu e kupton rëndësinë e asaj që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha,
Ela edullukum ala aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah. Aty tregoj se kush do të jetë më afër meje ditën e Kiametit. Kush do të jetë më pranë meje ditën e Kiametit. S'foli askush dhe pejgamberi sa se më përgjigj, ai që do të jetë më i sjellshëm dhe më i edukuar në mesin tuaj. Aty tregoj në një hadith tjetër, tha pejgamberi alayhis salam, se çfarë më shumti i fut njerëzit në xhenet. Askush nuk foli, ai tha taqwallahi wa husnul khuluq. Frika për Zotit, për kushtimin ndaj Zotit dhe sjellja dhe edukata. Këtu njeriu e kupton thënien e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yablughu bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Njeriu me edukatën dhe me sjelljen e tij arrin te Zoti gradat e atyre që falen shumë, bëhet fjalë për faljet vullnetare, jo farzin, se me farzin s'ka gjë që para Zotit. Dhe atyre që agjërojnë shumë, bëhet fjalë për agjërimin vullnetar, jo për Ramazanin. Këtu njeriu e kupton se ç'bën edukata dhe sjellja. Dhe këtu njeriu e kupton se përse Islami edukatën dhe sjelljen e ka futur në normativat e adhurimit të Zotit. Pra nuk është edukata dhe sjellja në Islam diçka e mirë që po e bën bravo të qoftë. Në Islam kur ti je i sjellshëm dhe i edukuar, je duke adhuruar Allahun xhalla xhelaluhu. Normalisht nuk më krahasohet kjo me 5 vaktet, normalisht nuk më krahasohet kjo me agjërimin e Ramazanit, normalisht nuk më krahasohet me shtyllat e Islamit, por është mënyrë dhe formë e adhurimit të Zotit. Për këtë arsye Kurani, edhe pse ka 6616 ajete, le të themi, faktikisht për ligje dhe për rregulla vetëm 500 janë. Për këtë arsye hadithet e pejgamberit alayhis salam, le të flasim në referencat më të rëndësishme bazike, janë 34.000 të përsëritura dhe 14.000 të papërsëritura. Faktikisht hadithet që flasin për ligjet dhe për rregullat janë 1.400 ose 3.400 nëse përsëriten. Pjesa tjetër çfarë është? Pjesa tjetër është edukim, besim. Mënyra se si duhet jetohet jeta, mënyra se si duhet besojë njeriu, e kështu me radhë. Kështu që nuk është vetëm ligji dhe rregulli, ajo që tregon devocionin e njeriu, një tregues i rëndësishëm i devocionit njeriu është sjellja e tij dhe edukata e tij. Është e pamundur që një besimtar me besim shumë të fortë dhe të madh të ketë probleme në edukatën e sjelljes, s'ndodh kurrë. Mund të ndodhë që dikush të jetë i sjellshëm dhe i edukuar dhe mos ketë lidhje me imanin, sepse e bën për interes, për përfitim, po është e pamundur që të ndodhi një njeri i devotshëm dhe i përkushtuar dhe zemra e tij të jetë e mbushur me iman dhe besim, dhe sjellja e tij të jetë sjellje e çuditshme apo barbare apo gjuha e keqe apo padrejtësie kështu me radhë. Nuk ndodh, nuk mund të funksionojë. Nëse ndodh, do të thotë se imani dhe besimi i zemrës ka 1.238 milion probleme. I Zotit di se çfarë problemesh mund të ketë ajo zemër e këtij njeriu. Që e ka kaq i devotshëm, ndërkohë që sjellja e tij dhe edukata e tij të lënë për të dëshiruar. Dhe ne përballemi me situata të tilla ku njerëzit na e bëjnë këtë lloj paralelizmi. Dhe na thonë, si ka mundësi më vëlla, po ai edhe falet më vëlla. Pra edhe njerëzit janë të prirur që dikush që ja vën ballin sejdë Allahut, mos jetë ti dhe të prirur. Edhe ata i habit. Njerëzit janë prirur nga njëri i cili e vën ballin sejdë të jetë i sjellshëm, i edukuar, i mirë, mos bëj keq, po të duroj, sepse faktikisht me drejt Zotit kështu duhet jetë. E unë vi nga ai vend ku njerëzit ishin të gjithë të tillë. Buzëqeshja atje nuk ishte mask. Buzëqeshja atje nuk ishte aktrim. Buzëqeshja atje ishte tek gjithë njerëzit. Sjellja e mirë ishte tek gjithë njerëzit. Edukata ishte tek gjithë njerëzit. A ishin këta njerëz të pasur që i kishin vënë punën në Terezi e nuk ju kishte mbet për të rregulluar vetëm se pjesën e fasadës, jo. Vallai me hallë sa dush dhe me sikletë sa dush. Por
buzëqeshur, respektues, falëndërues. Njerëz që me të vërtet ti e kupton madhështinë e asaj që bën edukata dhe sjellja e mirë dhe efektit pozitiv që kanë zemrat e njerëzve një gjë e tillë. Prandaj, le të bëjmë një thirrje vetes tonë që të rregullojmë këtë pjesë të rëndësishme të imanit dhe të besimit dhe të fesë tonë. Përmirësojmë edukatën tonë, përmirësojmë sjelljen tonë. Ku ta gjejmë në Kur'an, librin e Zotit, ku ta gjejmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ma farratna fil kitabi min shay. S'kemi lënë gjë që i nevojitet njeriu pa e përmend. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, unë e kam përsosur dhe e kam plotësuar dhe i kam treguar çdo gjë që juve ju afron me Zotin dhe ju çon në xhenet, që ju largon nga Zoti dhe ju çon në xhenem. Thjesht ne duhet të hulumtojmë dhe të kërkojmë dhe mbas kësaj të zbatojmë. Nëse duam më të vërtet të garojmë, nëse duam më të vërtet të konkurrojmë, nëse duam më të vërtet të lejmë imazhin e mirë dhe shembullin e mirë të një muslimani të vërtet, i cili jo vetëm flet për Islamin, po përpara se të flasë për Islamin, flet edukata e tij dhe sjellja e tij dhe morali i tij. Thash, po të futesh në Kur'an dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mendovon thash çof një listim. E nëse do të bëja një listim o vëllezër, duhet me marrë namaz të akşamit. Ajetet dhe hadithet ku përmenden detaje mbi mënyrën se si duhet sillet edukata dhe morali i muslimanit. Kështu që unë nuk kam ndërmend të futem në këto detaje, po thjesht le të jetë kjo hutbe një nxitje që ne të reflektojmë te kjo pjesë shumë e rëndësishme e imanit, e besimit dhe e fesë tonë. Allahu na bekoft me këtë Kur'an. Allahu na orientoft me këtë Kur'an. Allahu e bëft mësuesin ton më të mirë, të vërtet, Muhamedin alayhi salatu wassalam. Prap nuk më lën ajo nga mrena vetes time, thjesht do t'i përmend ca gjëra që i kam parë më të rëndësishme që ne kemi nevojë të rregullojmë, pa u futur në detaje. Normalisht sinqeriteti dhe vërtetësia. E para, po i kam bashkuar nga dy, sinqeriteti dhe vërtetësia. E dyta, durimi dhe mbartja në vetvete e të këqijave që të vinë prej tjerëve. Këtë e kam marrë nga përkufizimi që kam bërë Imam Ahmed ibn Hanbelit sjelljes dhe moralit dhe edukatës. Drejtësia dhe mohimi i zullumit dhe i padrejtësisë. Me qeni drejt dhe mos me qenë tek padrejtët apo mos me mbështet zullumin dhe padrejtësinë. Mos shqetësimi i askujt me gjuhë apo me sjellje apo me gjymtyr. Mos shqetësimi, nuk tash padrejtësia, mos shqetësimi i askujt me gjuhë apo me gjymtyr apo me veprime. O Allahu Zot, na udhëzo tek edukata dhe sjellja më e mirë që mund të ekzistojë, se nuk mund na udhëzojë neve tek më e mira vetëm se ti o Zoti ynë. O Allahu Zot, na bëj shembull në edukatën tonë dhe në sjelljen tonë. Ja Rabbel Alamin.